Mëngjesin e sotëm në Postrib është gjetur në kanalet kulluese një prell luftarake nga punonjësit e firmës. Në njoftimin e policisë thuhet se rreth orës 8:50 në fshatin Mes Postrib, punonjësit e firmës që pastrojnë kanalet kulluese gjatë punimeve në një kanal kanë gjetur një prell luftarake. Në vendngjarje kanë shkuar shërbimet e policisë dhe shërbimet të specializuara të ushtrisë. Grupi hetimor po kryen veprimet për rastin, ndërkohë specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin të 40 vjeç, banues në Shkodër, pasi ka kanosur një 54 vjeçare për motive të dobta. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan materialet në prokurori për vlerësim si dje shtetasi RD 40 vjeç, dyshohet se në gjendje të rënduar psikologjike, ka konsumuar disa medikamente në automjetin e tij. Ai po merr mjekim në Spitalin Rajonal Shkodër dhe është jashtë rrezikut për jetën. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.